Përshëndetje, kudo që po na ndiqni ju të dashur shikues të televizionit Syri. Është e martë dhe rëndom çdo të martë takohemi me personalitetet të profesioneve të ndryshme, të cilët përgjatë rrugtimit të tyre profesional kanë lënë gjurmë dhe vazhdojnë të lënë edhe sot. Kam kënaqësinë sot të bashkëbisedoj me profesorin Kamuran Guranci dhe njëkohësisht me një CV të kompletuar të jetës së tij, i cili pas përfundimit të studimeve në Akademinë e Arteve në Prishtinë në degën e pikturës, ka punuar përgjatë jetës së tij si profesor dhe pastaj edhe si drejtues në disa shkolla të mesme të larta në Gjakov. Gjithashtu ka ligjëruar edhe si profesor universitar në universitete publike dhe private në Kosovë. Ka punuar edhe në Ministrinë e Kulturës, ka hapur disa ekspozita personale në ndërkombëtare gjithsesi edhe vendore. Gjatë rrugtimit të tij ka qenë edhe producent i 3 projekteve filmike të metrazhit të gjatë, ndërkohë që sot është një pensionist aktiv, madje i nderuar edhe me çmime të larta në fushën dhe profesionin që përgjatë gjithë jetës është përpjekur ta bëjë siç di më së miri. Zoti Kameron, mirë se erdhe dhe faleminderit që u bët pjesë e këtij diskutimi. Mirë se gjeta Elita, edhe përshëndetje juve dhe të gjithë ata që do të na shiqojnë. Si pedagog, producent, si njeri i fushës kulturës dhe kontributit të jashtëzakonshëm edhe në Gjakov, kur e kishit galerinë në të cilën punonit dhe ka qenë një ndër destinacionet ndoshta më të pëlqyera për rinin e asaj kohe, ju vazhdoni të jeni aktive dhe sot i pensionuar para disa viteve në Ministrinë e Kulturës. Çfarë po bëni këto ditë? Çfarë s'po bëjmë? Shumë bukur. Mirë e thatë edhe ju. Unë edhe pse jam në penzion, jam, mund të them, goxha aktiv, jam kthy profesionit tim, jam kthy pikturës, e kam një atelier timen që kam realizu pas disa viteve, ku atje shkoj pikturoj dhe relaksohem. Jam kryetari i Asociacionit të Artistëve Vizual të Kosovës që nga viti 2018 apo 17, të cilën e udhëheqim me ekipin tonë, me gjitha organet që kemi. Aty është një punë voluminoze të ekspozitave ndërkombëtare, po dhe ato vjetore dhe aktivitete tjera. Pastaj në këtë vit e kemi edhe nga Komuna e Prishtinës, që është rihap Galeria e Prishtinës, që dikur ka qenë hapur në vitin 1979. Komuna e Prishtinës na ka dhënë neve në menaxhim artistik të asaj galerie, që është shumë e mirë, është në Pallatin e Rinisë të Prishtinës. Edhe është një punë shtesë që lyp punë, lyp organizim, lyp disiplinë, ekspozita edhe shumë sene tjera shkoj përket kulturës. Po. Ne sonte jemi këtu bashkë për t'u rikthyer në kohë përmes fotografive edhe për të cilat besoj se do të ngjallin ndoshta nostalgji për ju, por edhe për shikuesit, duke ditur që ju njohin prej vitesh me punën tuaj dhe domosdoshmërisht shumë momente të këtyre fotografive do të lidhen edhe me njerëz që ju keni rrugtuar bashkë me ta. Nëse pajtohesh, ne do të fillonim me fotografinë e parë edhe pastaj ta elaborojmë secilën prej tyre. Rëndom gjithmonë fillohet me njerëzit e familjes. Na flisni pak për këtë familjen tuaj. Po, këta janë prindtë mi, tani të ndjerma, të cilët na kanë edukuar në ato mundësi që kanë pas. Besoj që dhe na jemi reflektim i edukatës së tyre. Patjetër. Baba ishte me një shkollë të mesme të kryer të Aleksandër II në Shkup. Punonte në vitet 49, punonte si mësues në Prizren, se ne të gjithë familja kemi lindë në Prizren, ishte ashtu lëvizja. Pash në CV-n tuaj që keni lindur në Prizren. Mirë po, për atë kohë ishte babai, nuk ishte për atë sistem i përshtatshëm edhe
e larguan nga shkolla, kështu që në vitin 1960 kthehemi në vendlindjen apo të babët apo në vendin e origjinës tonë. Nona ka qenë ambise, është bie mulave, ka qenë një gru shumë edukatore, po ka qenë besa dhe pak, ka ditë me në amajt kështu. Autoritare. Po me gjithat e kanë qenë printe jashtëzakonshëm. Çfarë mban mend nga fëmiria juaj me prindërit? Cila ka qenë ajo këshilla kryesore që ke vazhduar me pas parasysh gjatë gjithë kohës? Po me babin kru rritëm, unë me vllaun, se ne jemi 4 fëmijë, nështë ta ma voni shofim atë. Në tha, shifni djemë të mi, ndër tjera, se ka qenë pak, fliste pak, ka qenë njeri, do më thoni, i ngritun në vetë, po i mbyllun në aspektin të dashtë të na ruaj familjen tonë, prej ishtë të kohë një kohë t'ilë. Kuptohet. Edhe ne për edukat që asnjëherë as nuk na ka prek me dora, po një bërtim e vogël ne fillojshim edhe të letojshim. Ashtu ishte, a nana ishte një natyrë tjetër. E në tha babë që në jetë është mirë që të mendoni mirë, të krijoni gjëra të mira, mos mundoj dikujt t'i bëni keq se s'keni nevojë. Po i bëni mirë është mirë, po jo, keq s'keni nevojë t'i bëni. Pastaj edukatën ta keni gjithmonë, respektim ndaj të tjerëve, lakmis ruajeni. Kjo është e rëndësishme. Mos lakmoni në jetë se të ketë qënë në një moment që nuk e din se si ke ardhë. Dhe pastaj bëhet vonë. Kështu që do të më thonë, ka pas do fjalë shumë të me pesh, se thonë të për shembull ti mund të arrish një gjatë që nuk është e ytja, mirë por nuk del mirë, del mbrapsht. Kuptohet. Do të kalojmë te fotografia tjetër, këshillat e prindërve gjithmonë janë të padiskutueshme. Edhe këtu? Këtu janë është muaji i mjaltit, kanë qenë në Bled të Kroacisë, në vitin 1948. Këtu është babi me nanën. Përparejmtar, kanë shfrytzuar në vitet e 40-ta. Po, ashtu ishte, babi ka qenë ka lëvizje në Sarajevi, nuk ka ngel me një vend. Natyrisht. Kalojmë tutje, fotografia tjetër. Pse është e rëndësishme kjo fotografi? Kjo është me rëndësi se babi këtu është me kolektivin e shkollës, ku dhe ka mbajt mësimin. Babi është atje me setër të zezë, atje lartë. Po. Në skajt me një këmish të bardhë, ajo është babi, edhe kjo është kujtim shumë i rëndësishëm për ne edhe për familjen, që të regon kohën kur ishte me nxënës. Natyrisht. Edhe këtu duhet ta ceki një gjë, pastaj ndoshta kemi edhe një fotografi tjetër me nxënës, po. Po. Do të kaloj atë fotografia tjetër, ja kjo është me nxënës. Këtu o babi me nxënës të vet. Po. Këtu është më rëndësi ta cekim, është shumë rëndësi sepse babi është larguar nga shkolla. Këtu kanë qenë nxënës të përzim, ka pas turbeshe, ka pas disa qenë të regjistruar si turkë, në atë kohë si kanë qenë, por shumica kanë qenë shqiptarës edhe shifen me qeleshe. Vjen një vendim i asaj kohë që duhet të ndahen nxënësat shqiptar me ata turqë edhe me ngrit dorën. Babi nuk e pranon këtë situatë dhe në atë formën e vetë në aspektin profesional reagon se nuk është mirë të ndahen fëmijët. Natyrisht. Edhe kjo është një shkas që edhe largohen nga puna për shkak. Po, se për shkak se ishte domethënë në atë kohë ishte që në ato kona ka filluar sistemi që neve na tjetërsojë një farë forme. Edhe sa më shumë të formohen, do thotë, jo turbeshe, jo turqe, pa marrë parasysh të gjithë njerëz, mirë po ishte domethënë e ka vrejt ky në atë aspektin që edhe për atë edhe e largojnë nga mësimdhënia. Këtu është me nxënës të vetë. Po, interesante, një vendim ndoshta advecar, një vendim profesional, etike dhe krejt, por
e kundërshtuar nga regjimi i atëhershëm. Kalojmë tek fotografia tjetër. Këtu jemi në fëmijët. Po. Kjo është motra madhe, është Ndjera Sakibja, ne i theshim Kibe. 9 të majt, ka motra, do të thotë është Flamuri, vllai im më i madh. Pastaj jam unë atje, gjithmonë i mrollshëm, kështu i marshëm, kam qenë. Pastaj është motra vogël Shqipja që jeton në Belgjik. Edhe kështu të katërt kem familjet tona. Cila është ajo lidhja emocionale mes jush? Lidhja emocionale, me thonë vërtetën, tani është bërë një kohë shumë çuditshme se jemi hapë si familje. Për shembull, motra jeton në Belgjik. Po. Fëmijët janë atje. Motra madhe i ka 2 fëmijë jashtë. Një vajzë, një djalë, ata kanë familjen e tyre. Domosdoshmë po shpërndahen. Njëri është këtu, tjetri është i zhdukun për kohës luftës, i madhi. Flamuri është në Prishtinë, ku jam edhe unë. Flamuri ka 2 vajza dhe një djalë, ka flakën, ka me siguri njëfë me flakën mezzo-sopranën, ka Dardanën, është po ashtu edhe artiste, edhe ka Albanin, është aktor. Ka një familje të edukume, të mrekullueshme. Uroj të keni shëndet edhe lidhje të qëndrueshme gjatë gjithë kohës. Kalojmë tutje te fotografia tjetër, sa shumë vite para, po na kthej këto fotografi. Ku ndodhet? Kjo është shkolla ime. Ku është realizuar? Kjo në gjimnazin e vjetër, në aty mbajshim mësimin. Po. Pasi që në shkollë të mesme kam qenë në shkollën teknike konfeksion, kam qenë për dizajnerët mode, kështu një fra fjale. Kjo është profesoresha e gjuhës shqipe në Sret e Vula. Nuk është kjo në Sretja këtu që e njohim, po është një tjetër në Pej jeton. Unë do doja ta lidhja, mendoja që është në Sret e Vula. Ka qenë edhe kujdesare e klasës. Këto janë shoqet dhe shokët, disa kanë ndru jetë. Kjo është e viti dikun 72-73. A ishte kjo periudha kur edhe juve ju lindi ky pasioni për artin? Po punë tonë kohën kom punu art. Kom punu tonë kohën art me punime, me vizatime, me zoza, po të them drejten edhe dizajni i modës ose kreator është art. Natyrisht. është art. Që lidhej me atë Patjetër, dëshirën edhe pasionin tuaj. Po, patjetër. Po. Gjithsesi, kalojmë Kjo është kujtimi i shkollës mesme. Kujtimet bukra, shkolla mesme është ndoshta ndër kujtimet më të mira. Këtu është një fotografi kur kem fillu ne të këndojmë. Për herë të parë? Jo, po her pas here, po këtu është Hotel Pashtriku. Po. Ku ne mbajshim rramjet e shkollave, dikun është viti 80, diçka është, nuk e di të saktë, e kam shkruar atje. Ku mramet e maturave i mbajshim, ose mramet kaltër të uqushin, ose tjera. Këtu është miku im, ndjesht pas Hysen Radogoshi, vllau i Sevdaisi Madhi. Aja ty me harmonika, po? Po, me bashkëshortën e vetë, Vjosa, cila të dytë kanë qenë fizharmonikiste, kanë qenë të martuar në atë kohë. Edhe kjo është ndjerë nëse nuk ka bërë. Po, edhe kjo ka vdekë. Po, edhe kjo. E kështu që e kom marrë, e kom qitë me qëllim se, do më dojnë ato në filet e mija, kur kem me Hysenin kem qenë pandash. Kem qenë edhe me Ismet Bukue, Ismet Bety që në shofim do shta ma vonë. E kështu që kanë qenë edhe këto filet, kur na, jo si... Ishte sfiduse aso kohë ta fillonit këngën? Ishte sfiduse, po, më thonë vërtetën, talentin na kemi nga nona, nga baba e nanës. Baba e nanës është shujt Hasan Mula. Ne kemi edhe një tyrbe në tonë, të ura e tabakve quhet, ose ura e re, si dhe. Unë aty jem rrit me te. A i ka ra, në më thonë, ka lujt në Mandol, edhe ka kultivu këngë të gjithat vjetra të Gjakovës, po dhe të Elbasanit, se në atë kohë ka bo tregtime Elbasan. Të gjitha këngët e vjetra të Jusuf Myzyrit, ato i ka sjell në Gjakovë. Shok e ka pas, i vinte baba Ismet Pejes, Baca Musa, Rahmet pas ose ndjes, edhe baba i
shpejtim luzhës Bacatefik, ne i theshim. Po. Me Bacatefik kanë qenë si ndoshta edhe si të vllaznum, kështu kanë qenë familjarisht. Megjithatë ende jemi edhe na me fëmijët e tyre. E nga baba i nanës, ne kemi trashëguar këndimin. Mu më ka këndu edhe nana, ka këndu edhe motra madhe më ka këndu më së bukur. Sa interesante, pa. Edhe pastaj unë si fëmijë kam qenë shumë i mbyllur në farforme. Po mandej me kohën kemi fillu kështu. Ishte sfiduese mirë, po në atë ku ishte Juseni Kogja i, domethënë aktiv me Hajdar Dushën e me ato dhe. Ju kanë hapur dyert në Na një farforme. shkojshim si sheftas, por mos më na po dikush tjetër më bo si do grupe të reja. Kështu. Interesante. Po. Kalojmë tutje, fotografia tjetër do të na shpije diku tjetër, ku? Këtu është në Pallatin Kulturës këtu. Këtu është vitin 1980. Për herë të parë, Kjo është për herë të parë në aspektin, po flas si ansambël. si ansambël. Po. Kjo është ansambli se ka edhe të keq interpretime, sidomos e kemi edhe të libri i Bear Allatit, ku nuk e trajton këtë çështje, po e trajton në formë tjetër që mund vje keq. Ky është grupi i parë i ansamblit të rive. Se u themelua ansambli i të rive. Si quhej ky ansambël? Ansambli i Merizha, i të rive. Po, me i të rive. Se ishin edhe të vjetrit. Këtu jemi grumbull, se koncertin e majshim. Po. Ishte kriju ansambli i vjetër. I Merizhëm ato instrumente karakteristike me këngë të mirë, po në koncert e kanë pa që ishte pak monotone. 1 orë gjysmë 2 të mahen me gjitha ato këngë. Edhe lindi ideja që krijohet edhe ansambli i trive. E ne ishim në atë hovën që kishim bo një grup me Ali Gjaravinën, Jeton Kaqin, Fatlik Tafashikun, Bashkim Bicurin, Agim Qarkagjin të Ndjerin, Tringa, ndoshta në ndëgjon, shifet atje ullun me klarinet, Niskender Berisha, Ngadhnim Domi është atje, është edhe tjetri, po jarë edhe i Gjakovës me violin, 3 violinista kanë qenë, a i tjetri Qorri, ka qenë flaut Shani Basha, Isa Balata, Isa Grezda, Aliu është në krytë këtu të udheq orkestrën, është edhe Lenti Koshit, ne i thejmë Florenti, Besar Allati, Sadete Kupa, Vokshi. Besa, Sadetja bënin pjesë në grupin ansamblit trive, po. Edhe me ne ishte, do më thonë edhe ishte Shani Puka, ishte i Skofjarve kë... Rushdis? Jo, këngëtari. Muarremici, po. Do më thonë ishim janë edhe 2 vajza tjera, po tash s'po më kujtohet emri. Ky është grupi i të rive. Ky është grupi i të rive real, i pari. Ndërsa Beari ka qitë me kur ne s'kemi qenë. Do më thonë ishte një farë, nuk është mirë në libra me lujtë ashtu se nuk është mirë. Pastaj kem pas emisionin e park me këte, edhe kem qenë shumë të suksesshëm. Sot asaj dite po të ndëgjohen këto këngë, tingëllojnë qaq bukur se suni dallon prej muzikës së Shqipërisë mesme. Se kishit ju raport me ndonjë shoqëri tjetër? Jo, po na ishim të furnizuar me muzikë, në Gjakova ka. Natyrisht ka. Edhe kishim ato këngë. Edhe Mazlomizini, Ndjes Pars, ishte edhe Qamili Vogël vinte edhe me grupin e ri, ata bëshin me ne. Interesante kjo fotografi, plot vlerë. Vlerë. Bardhosh Rudi, me kontrabas, Hulisi Byci atje. E bukur. Tutje, shofim fotografin tjetër? Këtu është në studime, kur isha në fakultet, këtu duhet me qenë viti 74-5, po thëmë 74, në atelen ku pikturesha, një kujtim kështu. Qfar, aso kohë, sa vlerësoje që piktura do tjetë ndoshta profesioni i cili nuk do t'ju jep shumë të ardhura, por njëkohësisht një profesion që ju do t'a donit dhe do t'a ushtronit gjatë gjithë jetës?
Më thonë vërtetën, piktura, arti është një frymëzim i mbrendshëm. Unë për shembull tani pikturoj dhe kam piktura, jam goxha aktiv. Po ende nuk kam, ndoshta edhe nuk kam nevojë për momentin, nuk mendoj ta bëj atë pikturë ta shes. Megjithëse edhe në atë aspekt duhet mendohet. Po te ne ka filluar që të shiten pikturat, kanë filluar që të artistë të mbjetojnë pak a shumë prej disa. Mirë, po e më varet se duhet prodhohet në një farë lloj, duhet krijohet një farë industri e saj, se një farë forme se si do të vjen deri te tregu. Ju keni dashur ta komercializoni pasionin juaj. Tani nuk kam menduar atë kohë, kur unë veç kam menduar që po hapet akademia dhe kështu që kemi ardhur, kam vendosur me një rendi të regjistroj, dhe më thonë vërtetën, arti dhe piktura, po dhe artit edhe ndek tjera në të shtrejta, kushtojnë shumë. Edhe studimet janë natyrisht. Edhe në atë kohë më thitash se është temë e gjanë, u dusha me i rujt në gjyrat e sen. Sa bukur. Kalojmë tutje te fotografia tjetër? Këtu jemi në Darsën, dhe më thonë është me këtu me Suzanën. Ishte viti 1985, kur na dhe kurrizum atë vendimin tonë që t'jemi bashkë për gjithmonë. Ishte një Darsën e mirë, unë mendoj, po dhe është lavdu. Ishte me shumë njerëz, me shumë musafir, kem pas edhe nga Shqipëria. Ku mbajt Darsën? Kjo mbajt në hotelin Pashtrik. Hoteli Pashtrik. Po. Ka dhe shumë foto tjera. Çfarë mësuat nga bashkëjetesa me zonjën? Çfarë ju mësoi jeta? Qëra jeta të mëson shumë gjana. Me siguri edhe ju në familje. Të gjitha ata që në rrugtim ose në bashkë ende edhe jetojnë, jeta të bjen gjana të ndryshme. Nuk është qatë që ti mendon që do ta kesh krejt çdo gjë në rregull. Mirë, po ka momente të ndryshme që ti nuk i ke dëshiruar ose nuk i ke bë, të vinë janë momente të arsyeve shumë të ndryshme. Edhe që po të mëson se si me i elaboru. Po nëse ti mendon pozitivisht për familjen, për fëmijët, për zhvillimin e rrethit e shoqënisë dhe mundosh me dhon pozitivitet, me dhon mirësi, buzëqeshje, dashuni, paqë, do të thonë arrihet aty duket që jo, po kur ta shef ma vonë shef rezultatin te fëmijët ato e shef që është arrit. Po me mrenda vetësh ti edhe bashkëshortja mund ndonjëherë të hekin që themi na të kalojmë gjana që janë edhe jeta është e tillë. Jeta e tillë. Po mirë, po ku të kurrizohet me një familje që unë kam shumë të mrekullueshme, atëherë është mirë. Natyrisht, të gjithë është mendojnë që sukses. ruajtja e institucionit të familjes është primare. Domethënë çdo gjë harrohet, për mua çdo gjë harrohet. Kur fëmijët i ke mirë, janë zhvilluar, janë të ashtu ishte edhe synimi ynë. Po. Se jo vetëm unë, po dhe bashkëshortja. Domethënë të njëjtën ide kemi, të njëjtën gjatë, të njëjtën angazhim rreth fëmijëve ende e kështu që ka qenë edhe angazhim, me martesën e Suzanës unë e ndryshu dukshëm. Domethënë kemi hyrë në një botë tjetër, edhe unë jam shumë i kënaqur. Shumë e përshëndesim zonjën. Kalojmë te fotografia tjetër. Kush është ky? Ky është simpatiku, bukuroshi dhe instrumentisti shumë i mirë që tani jeton dhe vepron në Vjenë, Shkelzen Doli. Sa bukur, Xeni. Këtë e mora këtë fotografi për shkak se të rikujtoj që dhe këtu ndoshta duhet bot një vrejtje vogël, po mos ta çojmë aty se Metaliku na jemi këtu kur jemi themelu pastaj në mas Ymerizës në vitin 83-4. U themelu shoqëria Metalikut, po. Edhe
Kush ju përkrahu në për themelimin e shoqërisë? Kujt ishte ideja? Si u realizua? Ideja, unë u ktheva nga ushtria në vitin 1983, me Aliu, me jetonin ishin në Sloveni atje. Edhe më thirë mu dalë të tha që ishte drejtori Metalikut. Thot, a keni mundësi më ardhe të one, më dalë të tha që, po e thash po, ishte viti ri, para vitit ri. Dhe kom kështu në Metalik e mbajmë një mramit vitit ri, kom 500 veta, vinë kështu nga Prishtina, kështu, ta mundin e marrë. Thash po mëre, të bo mua bet. Tha unë e kom ndër tjera, u morën vesh, a mundësh, asë nuk bisedun për të hollë, asë kërgjohë, ashtu alkimia ishte e bisedës. Thash po, unë kom ndërmend edhe më kanë thonë nga Prishtina që du me bo një palat kulturës në Metalik, se Metaliki është e gjikant. Kishte një dykun 5.000 punëtori kishte. A mundin ju marrë me u si grup? Thash po, mare që është, se jo. Më të vërtet, po dhe ne bomë mëve. A kina i kërkesa është më ble instrumentet, a tjetër thash edhe Alion me shtinë punë, së është të pa punë, kështë të kry shkollën e mesme ekonomike. Sa me da 17 e njërën, del punë, më ndaj shkone i blinë, edhe kështu, edhe dalte nga ka investu me zërimin, me instrumente, të rekret të gjitha të reja, me garderobë, me të gjitha. E tani, gjithë kjo, dhe më kemi dikun një 15 vite aktivitet, plus një 20 e sa emisionet inqizume, nuk përmenë librin e Ber Arallatit. Pse? Kupton nuk e... A të regon historitë muzikës të Gjakovës atë kujtë. është pak... Nështë është pak... Mos të me një ranë, se një ranë dhe më thonë mos dije, po... A diko problemi maj madhë, se... Behari ka qenë edhe i ka ra instrumentit në emisionin e partë në fizarmonikës. Ah, po! Do më thonë qështë që ka kujtu që ka qenë antarja saj. Po le të ngelit ati. E kështu që ishte mbështetja e Metalikut, e Dautit, ne i thëshim Dalt Thaci, ka qenë njëri shumë progresiv edhe shumë larkë pams. Bashk me Mazlon Bokshin, ishte drejtori i Bankosit. Edhe kemi një periudhë shumë të dëbujshme, pozitive, ku emisionet tona dhe sot janë në për YouTube, janë në televizor, janë të ngjeshur, po e lëshon sot ti, do të thonë si është mundën të krijohen këto. Në atë kohë të ketë muzika që një. Është një gjatë që duhet të ceku, kem pas entuziazm të madhë, për kraje të madhe dhe materiale, dhe më thonë, jo paga, po ishtë këto që i përmenda, po dhe ishte entuziazm me bo gjonat mira. Ishte pak, se dhe muzika dhe arti ka një farë reakcionin da ishtë sistemit paka shumë. Sa që për shumë e kem një emision e kom të inqizume me Ardian Hoxhen, Vitoritu bëftë me ma dhe moj është kangë e jugut. Unë atë e këndum me qëllim që se emisioni jonë shkon të përretin Jugoslavë. Thësha të ndëgjohet që edhe në Kosovë këndot kanga jugut. E sa bu, kishtë një emision tjetër. Kishtë emision ajo. Edhe kemi bërë një muzikë të jashtëzakonshme, ne kemi kultivuar dhe muzikën e letë. Këtu kanë qenë Shkelzeni, po ka qenë edhe vllau i Shkelzenit, Ereniku, me klarinet, tani është jashtë më duke në Gjermani dikun, është mjek me profesion. Nxena jeton, na i thojmë kështu Nxena, se alo është simpatik, shumë të mirë janë. Që po na knaq me performancën e ti edhe të ditët e shqiptarit vitet e kaluar. Kështu është një përshkrim. Po. Kalojmë tutje? Ku jemi këtu? Këtu jemi në Zadër. Të Kroacisë. Të Kroacisë. Kjo është në vitin 1980. 80. Unë isha, pasi që kreva Fakultetin e Artëve. Po. Në magistraturë në vitin 1979-81. Në Beograd ka qenë shoqata e studentëve shqiptarë me emrin Përpjekja.
Që bëshin aktivitete, muzikas, ashtu sa kishin mundësi. Kur shkova, unë u gëzuan ata, tha, e kemi një ftesë në Zadër, në ka ftu Zadra, në Zaro, po, që si dhe, tha se me jap koncert, të lutëm, ka mëra në dimona një. Tha është po mëre, edhe shifni atje në fund është Vllazim Bugjovi. Po. Shifet. Para me flok është ky vllai Zinel Dolit është studiant atje. Është këtu i shifet fytyrë është Femi Gjara. Po. Mbrapa atje është Tringa me klarinet, Shpejtim Doli, Tringa mbrapa nuk shifet, jënë do të thotë anash është Fatlik Tavarshi ku erdhin prej këtu i shkum. Mandej është këto vajzat është s'pëm kujtohet emri, krejtën në Gjakovës që studioshin atje, edhe ne i morëm atje dhe përgatitim një Shumë interesant. Besimeqa është ishin studenta këta atje, edhe Femi Gjara ishte student. Edhe e organizumna, morëm garderoba, ata kishin diçka dhe bom një koncert shumë të. Këtu jemi në salën sportive atje të basketbollit. Këtu këndojsha, kam këndu këngën e Vajta Kalova, Arbreshen, po një verzion shumë i vjetër, që nuk është ndëgjuar ndonjëherë. E gjeta dikun dhe për hir të tyre. Dhe këtu kanë qenë krejt karshinesh, domethënë kanë qenë edhe të vjetër me gra dhe burra të vjetër vajtonin. Me siguri kanë qenë grupa arbreshesh të cilët e kanë përjetuar në lëkur këtë. Ka qenë, ka edhe shumë foto tjera, po s'kem ko. Shumë momenti i bukur ky. Kjo është që edhe po më qonë dhe nesët. Këtu është edhe esenca këtij emisioni, që me rikujtu momente që ndoshta nuk janë përsëritur shumë vite. Këto janë festivalet e Gjakovës. Gjakova këndon, 84-ën, Ninder e mora kështu. Po. Domethënë tonë kohën kom këndu, kem pas. Ishte zhvilluar jeta kulturore aso. Dëgjoj, festivali i Gjakovës, me thonë të vërtetën, mas akordeve nuk ishte më të. Po. Edhe ishte jo akordet pse nuk ishin të mira, po sistemin atë kohë ka pas ndikim edhe në muzikë. Akordet ishte festival nacional. I Kosovës. Se me thonë të vërtetën në publik për herë të parë kom dalë, edhe që kom po suksesin kur e kom pas, e kom pas me këngën në akorde me Valdit e Meqin, duetin Ballukët e Mia. Po, në vitin 1985. Ka qenë kompozimi i kësaj Krasniqit, dhe me tekst jo pranverës, po ka qenë shumë të profemia i ndjes pas. Nështë të më kujtojnë ndërkohë. Po, me siguri. Edhe ishte kënga që zumë vendin e partë publikut. Ishte papritune. Edhe na morëm të më thonë një hovë. Pas kësaj me në ende kemë bo emisionin tjetër me Valdjetin, me Metalikun, ku kemi një gjysmore veç muzikë të letë. Po të thëmë, është s'po lavdohem kështu, po janë gjana që janë në arkiv. Natyrisht. E për Metalik, po këthejmë shkurt, barën kryesore, do më thonë të aspektit artistik, të përgatitjes e instrumentistëve, e ka pas gjithmonë Ali Gjaravina. Du të themi këto haptas. Natyrisht, po. Kuptohet edhe instrumentista tjere, mirë, po. Po, ajë rolin kryesor. Kështu që bara ka qenë dhe kem pas një sukses të jashtëzakonshëm. Festivalet, po këthejemi e prapë mbarojmë. Këto janë ngelin ende vlera. Unë mendoj dhe propozoj, ndoshta edhe për këtu i propozoj edhe kryetarit komunës, apo edhe drejtorisë kulturës, edhe krejtë ndoshta jemi gatshëm në forma tjera organizative që të rikthehet ky festival. Se ka një traditë shumë të mirë, edhe prapë po them ka pas këngë shumë të kemi talent. Ka shumë. Që këndojnë live siç duhet në festival. Soda kemi. Ka shumë. Edhe një gjatë tjetër, mëse jemi të festivalit. Tash Gjakova është e pasur me instrumentista. Po. Kemi violinista, kemi viola. Kemi, se unë komponuar në Ministritë Kulturës, nështë ta flasim ma vonë, edhe i di këtë gjithë. Domethënë tash neve na vinë shumë pak njerëz me marë për me kriju një kompozicion t'ilë ose një orkestër të t'ilë.
Mos flasin talenta ka mjaft. Ka talenta të lloj-llojshëm. Po du të jepet festivalet një formë institucionale. Mbjetesa e festivaleve ekziston vetëm nëse është institucionalisht. Edhe festivali nuk është jeton me qenë nën komunën, mund të regjistrohet i pavarur, mirë po gjithmonë që komuna do ta ketë për buxhetin e vet, i ndam një pjesë, mandej vijnë këto buxhete tjera që fitojnë, donatorë tjera brenda institucioneve. Edhe kështu që është mirë me u kthy. Faleminderit, kalojmë te fotografia tjetër. Këtu është Metaliku. Metaliku. Kujtime të bukura me këtë shumë bukura artistike. Shumë. Nuk kemi të gjithë, po qysh kemi qelluar një koncert që kemi dhënë. Po e shoh profesoreshën Valdete tash aty me të kuqe. Valdete ishte, po. Këto për shembull në atë kohë si Metalik, kur i merrnim talentat e reja, hapshëm si një farlloj thirrje, kështu. Audicion, po. Audicion bash. Edhe në Metalikun lart atje i marrshëm edhe. Edhe këtu afër meje është Besa Berberi. Kjo është mezzosoprane. Vjeni natë atje dhe troket nder, hap derën, që bas çështu fytyrën. Mi mbroma tha Metaliku këtu na po këshyrim, thash po. Tha unë jam Besa Berberi, ko marrë për audicion. Po urnoni, ne u befasuam për mirë, se na erë një femër. Filloja me kur po, tha po unë jam kom Zagreb, kom qene, kështu. Interesant. Edhe u befasuam për mirë dhe shumë një këngëtare mirë. Edhe një shoqe mirë. E kemi emisionin si duket të parë, në dytin, këtu në Hotel Pashtrik, të incizume, këndon këngën duet me Florent Nushin. Ne kemi dhe Florent Nushin atje mbrapa. Po fillojmë kështu. Ali Gjaravin atje. Këtu është Valdetja. Mandej mbrapa me Mustaqe është Jetoni, e ka basek mjekrën. Me të zeza është Gjavit Loda Indjeri. Mbrapa është Fatlik Tafarshiku. Përpara është Vokshi. Mbrapa është Lenti atje, Florent Nushi. Jo, Florent Nushi që jeton në Amerikë, përshëndesim. Tjetëri është Bashkim Nushi, bashkim si duket, më duket e kanë vra në kohën e luftës. Fiks. Tash ma kujtove, po. Mandej, këtu është kryetari shoqënisë, do të kur ne kemi qenë të regjistruar pranë kësaj gjykatës, Metaliku jemi konë të regjistruar. Si shoqëri e regjistruar. Edhe kryetaru duke dikush që punonte nga Metaliku, ishte ky Hasimja Besi po dalim Alush Hasimja, atyre Besa, atyre jem une. Une është Ardian Hoxha, tërë punon zia ka dalë në penzion ajo, shumë një djali mirë, një këngëtar i mrekullueshëm edhe një familje shumë e mirë. Kjo është djali vllau doktorit Osman Hoxhës. Sa mirë, po. Edhe babën e ka pas këngëtar në atë kohë. Masar Valla, kjo ishte drejtor i Metalikut atje në menze, në madhe që ishte, edhe ishte me ne, ishim kryesi, na merte me ushqime, me gjana, po dhe për ndryshe është arkeolog, në Zagreb e ka kry, një djallë shumë i mirë. Këtu e arroj emnin se kem pas punëtori Metalikut me Qifteli, edhe këti djallë që komurru është Klarinet ka qenë, komurru emnin, kjo është Recep Naka, Recepi, a është Flamur Lokaj në bas, nëse Recepi dihet me klarinet, aty është Shpitim Luzha, që lunë të ndef, edhe Femi Gjara, këngëtari. Një grupi, një shoqëri e kompletuar. Kompletume, domethënë kemi qenë pak karakteristik se na kemi kultivu muzikën e lehtë qytetare. Edhe muzikën popullore që kemi bë, e kemi bë ndryshe nga të tjerët. Nuk e kemi bë për shembull stilin e Ismet Pejës, Dardushit po flas. Ose tjerëve, domethënë e kemi pas një farë brendi ton. Që keni dashur, keni unikë në mënyrën e juaj. Kemi qenë karakteristikë dhe shumë të mirë pritur. E kuptueshme. Shkojmë tutje, fotografia tjetër?
Edhe këtu e festivali Gjakovës, për një foto kujtim këtu e mora me. Këtu është Agim Basha, se dhe Agim Basha ka qenë, po në qatë fotografi nuk ishte, Agimi ka incizime me ne. Bashkim Vicurin, një këngëtari mrekullueshëm, edhe ka mik të shtëpisë, kështu jemi miq. Edhe djalë shumë i mirë, shpirt mirë dhe rrobaçeps shumë i mirë. Rrobaçeps i mirë, fiks. Ai është Zeç Kuqi, doktori, këndonte edhe. Kjo është hoxha Nexhmi Hoxha, këngëtarja. Agim Qarkagjiu, Ramet pas shoku jon i vjetër, një këngëtar shumë i mirë, ka ndjes pas ka ndru jetë, edhe unë jam atë me. Do më thënë ishte një ko pauze, pritëshim me fillu, apo çmimet i pritëshim të... Tutje, fotografia tjetër? Këtu është galeria Vizion i Ri 2000+, nëse kujtohet. E kam një histori të rëndësishme tjetësime këtu. Kjo është një gjatë që une me një farforme këtë lokale kom pas marrë për me punu mobileri. Dhe ndërkohë, më ndrohet mendja, vinë dorë kolegë nga Prishtina, u bukur ku ka për galerija dhe filloj e bëj në fillim, ndërtimit kësaj, dhe më thonë kësaj ideje. Iku në vitin 2000 nëse nuk ka bëj, 2000. Po, ende furat në fillim 2000, ende furat nuk bëshim bukë, se ishte 7-9 lufta dhe ishim shkatrum një farforme. Më bashkangjitet kësaj ideje dhe kryetari Ardiani, edhe atyre ishte kryetari i Gjakovës, që ishte qeveria përkoshme. Qeveria përkoshme. Po. Edhe Agim Koci. Dyti i kom meq... Agim Koci ka qenë aktiv. Po, do më thonë, i kom meq edhe shtëpisë se kështu dhe. Api bojmë, tha, ti veç bane. Edhe him, nese e ndërtum. Do më thonë, kom lonë aspektin material, se ndoshta isha pasunu komodit me ato. Dhe kom bo për Gjakovën, mendoj që kom bo një veprim të duhur. E kom bo Vizion i Ri 2000+, që ende është, do më thonë, janë çdo kënd kur të hapish ende janë të regjistrume, edhe u hap një dritare për njerëz paka shumë ato traumat e luftës gjatë me ju ka qenë një të i kalu paka shumë atmosferë, u mashin rëmjet, u mashin muzike, bishin student, kem pas ato kampet studentëve që rinin ka 2 javë, 3 javë, nuk dëshin fund me unda, u shoqënoshin. Një lloj gjallërimi i jetës kulturore pas luftës. Shumë, neve na kanë nimu shumë, dhe ambasada amerikane dhe Sorosi, dhe besa dhe UNICEF-i, të hujt kur vishin kem pas një rast duna me cek, ka ardhë një piktor amerikan, a i ka ardhë me pru materiale, kur ka pas që ka përbojë në këtu, radhën tjetër me ka pru një kamion me gjana, letra, lapca, gjyra, pastela, tjera, për edhe nuk beson të që përbojmë një gjatë tjilë. Që po rigjallë. E kështu, unë mendoj që kem bo komunës që kemi loni... Ka qenë. Pajtohem plotësisht me ju me këtë veprim. Ndje keq që mos mujti me u vazhdu, ma te filloj gjateksi, jo qërajat, jo ato, tem tjetër. Ndryshuan, por me gjitha ato përkohët sa ka egzistu ka pas emër. Edhe du të me cekë se me këtë divizionit, dhe pëse isha unë Prishtinë, se Erzenvala pasaj Erzenit ja kom lonë me... Na kemi bo dhe strategjin për zhvillimin e kulturës, dhe të trashëgimisë kulturore të Gjakovës. Këtu nuk e di sa kush e din, po unë du të them këta, po edhe kemi, ishte në atë kohë barëm kryetari, ishte Palekaj. Ne kemi bo një vjetë e gjysë e këm punu ato, me Muhamet Mustafën, Sa Mustafën, të reinvestit, ata janë ekspertat të zhvillimit strategjive. Këtu këmë pas të gjitha komunitetet, të gjitha... Edhe kemi lonë ja këmë dërzu kryetarit, zyrtaresh me televizore, me gjithë më duket nështë edhe televizori ka pas... Me siguri ka pas... Në këtë po ku i kanë... është mirë nëse e ndikon.
E kemi bërë, domethënë kemi kontribuar shumë, galeria ka kontribuar shumë në aspektin e zhvillimit edhe të kulturës, edhe të edukimit. Kemi pas edhe trajnime me profesorët të shkollës mesme dhe e tjera, ndoshta s'kemi kohë. Fiks ka qenë e organizuar jashtëzakonisht mirë. Jemi mundu. Tutje? Kjo është një moral. Po. E ku marrë ta me qëllim që do të thotë në momentin që majtem kampin e parë, i hekem ato mos pas tërtin, mos themi tash, edhe i thash studentave, për e bojmë një se i bojmë do skica, e zgjedhem këto studentat e kanë bërë këtë moralin, kjo është anash, ka rruga, këndej, me siguri tash... Që nën kuptonte? Që në kuptojnë, do më thonë, arti, ecje e lirë, jemi shliru, hes lirë, zhvillosh, bën artin, atë, ishte një mesazh shumë i mirë, po tani duk me siguri nuk është më. Natyrisht, kalojmë tutje? Këto janë 3 ekspozitat mija, për shembull, janë më tepër, po në kështu kom pas. Ajo është kodi i parë në Köln të Gjermanisë. Po. Se të gjitha ekspozitat i kam të quajtura kod, se brenda, domethënë brenda veprave janë të mbyllura, ato unë çka i gjanat që ne po na mundojnë, po na... Edhe kodi 2 është në Tiranë, në vitin 2023, ajo është 2022. Kod 3 ishte në Shkodër. Më thëmë, ekspozita për te i kufirit. Po, për te i kufirit. Mande është kod 4, si kom marrë këtu, është në... Kod 3 është, në më thënë, se 2024 ka qenë, kom qenë shumë, kom pas më shumë ekspozita, kom qenë më aktiv. Mund të them, do shta ashtu. Nga këtu kom pas në kodin 4, kom pas në Macedoninë, në atë galerinë kombëtare të Macedonisë, që është në Çarshinë e vjetër, Çifte Hamam, si i thojnë. Mandej nga aty e kem pas në Paris, kod 5, në vitin aty kisha dhe familje në Kret. Një muaj pas e kom pas në Belgjik, po në atë vit, dhe në fund vitit e kom pas prezen aty ku kom lind. Edhe e kom byll kod 7, dhe kom byll vitin 2024. Duke shëtitur në për Europë. Po, e bukur. Paka shumë i duhen të kesh ftesat, duhet të kesh pak mundësi dhe materiale. Natyrisht. Tutje, fotografia tjetër? Këto e kam pru, veç i kam bo, me u pa shkur se prej pikturave këto dhe nuk e kanë gjyrën originale, dhe me thonë, mu pas si stile, kështu se nuk janë... Stilet e punës suaj. Po nuk janë ato gjyra, se kjo është vetëm si fasikët që dalim nga kufini. Si e definon ti pikturën? Qka është për ty? Figurativisht, si ja përcjell një shikuesi? Piktura fillon, po nuk mbaron ashtu si fillon. Sa bukër. Sepse ti punon, po duke punu dalin gjëra të reja. Edhe ti ishe vetë që e bukur kjo, po lo kështu. Nga njerë duhet dishe të frenor se mund të, mos thonë të aprish, po... Të del diku tjetër. Del diku tjetër, po lëtë për këtim tjetër. Më thonë është gjëra jo, muza juaj. Këto pikturat e mija dikun janë, i kanë nga 8 deri në 12 shtresa që të punume. Dhe më thonë, si cilë shtresë ka ata unë qka e... Emocionin. Emocionin e ndry dhe e lo atë qetër në... Edhe kështu që është një... Pra te e kom qujtë edhe kod, nështë ta kur vjen cikli tjetër, do e shkodojmë. Më hapa i kodi. Me njoftë edhe dikush tjetër. Pa tjetër. Tutje, fotografia tjetër? Edhe këto janë. Prapë edhe këtu jemi aty, po. Unë e kom pruvi sa me, apo ndryshe në katalog edhe këtu, në originalitet janë kretë ndryshe. Natyrisht. Kjo është në Shkodër që thash? Po, ekspozita kodit. Po, Shkodër, kjo është... Kod 3. Zeni Ballazhi është artist, është prodekant tani, është profesor në Fakultetin e Arte, është një mik shumë i mirë, edhe është kurator i krejt ekspozitave të mia. Sa bukur. Ky më thotë këto me marr, këto me lënë, thonë, okej. Ja beson, natyrisht. Edhe ku të ma shep punë, thotë mos e prek mua, thonë, okej. Kështu ka kuratori, por shumë një djalë i mirë bashkëpunues, Suzana atje, bashkëpunëtja.
Ati është djali im I vogli, Shkambi, Ida, Nusja, bashkëshortja, edhe kjo është që ma ha zemrën teme, është Ina. Ina është se këta kam për zemrën. I kam gjithë po. E ka dikën më për zemrën njëri ju. Kjo është, me te kemi ndajt më shumë. E vërtet. Këtu është një artist edhe një më shumë është I shkrimit edhe I regjis pak a shumë teksteve, po më shumë I shkrimit. Luan Rama jeton në Paris. Ky është ai që dhe më ka ftu të mbajnë atë ekspozitën atje. Po kur erdhi në 2024 në Prishtinë, edhe në atelen time, kjo është ateleja ime, ku unë punoj. Edhe tha Kamran, qenë ka mërkullushme dhe bëshim marrë. Po. E kështu për atë Një kujtimi bukur. E kom pru si kujtime dhe me e lidh pak a shumë. Është kënaqësi kur një profesionisti I pëlqen puna juaj, sepse kjo është shumë e begrand, është që 40 vite thuaj jeton atje. Po. Edhe është I ngritun. Kënaqësi. Tutje? Këtu, po edhe kjo është ateleja ime. Këtu është, do më thonë pjesë të atelesën. Këtu është Artan Peqini, profesor skulpture I Tiranës. Ka qenë dikur edhe dekan. Edhe profesor Agim Saliu është grafik, në pension është mikim I vjetër edhe... Pse janë të rëndësishëm këta dy njerëz? Janë sepse janë profesionista shumë të mirë. Agimi është ndër artistat, mund të them, që për grafik, ndoshta edhe më I kërkuar edhe për blerje, kështu dhe është I thellë, është se grafika mund të jetë lloj-lloj, tash ke grafik edhe me print, se në kjo ende punon ato. Është shumë I suksesshëm edhe është shumë serioz, është djalë shumë serioz, punëtor I madh, edhe jemi në asociacion jemi bashkë. Edhe këta e kom pas në 2024 të kanë qenë antar jurie në e majmë bienalen ndërkombëtare të vizatimit. A sa bukur. Po, pater edhe në keune. Po. Tash si vjetë e majmë, do më thënë, se çdo 2 vjetë e majmë edicionin e 4-të, 2026-ën. E kështu që I erdhen edhe u kënaqën. Janë artista me vlerë, po edhe njerëz, se mund të jesh artist, po mund të jesh pak edhe një njeri, ndoshta që të shprehësh pak mirësi me njerëzit apo Nuk mjafton veç të jesh artist në punë, por edhe në shpirt. Dikush me prejtu për shembull me u takua. Po, e qartë, e kuptueshme. Tutje, fotografia tjetër, ekspozita personale, kjo në Paris, po. Këtu është Suzana. Po. Kjo shtylla shtëpisë, unë I them, kjo është vajza, se vajza është e madhe, Gladiola, ne I thojmë Lola, e cila ka ardhur me djalin e vet, ky është Matisi, kanë ardhur me makinë prej Këllnit, kanë ardhur në Paris për ekspozitën time posaçërisht. Po. Për kod 5 që tash Kod 5. Tutje? Që jem falendërues shumë për të kret. Falendërues jam edhe për këtë që për gruan që thash është ka ndërtuar një familje kaq të mirë. Po edhe më ka dhuruar shumë. Tutje ecim te fotografia tjetër. Këtu është viti 1982. Po. Mos gaboj, në janar si duket. Është në Paris. Këtu jam në kullën e Parisit. 81. 81. Në një shëtitje, ekspozit. A di pse ishte kjo? Pse unë kisha mbaruar në atë kohë 81 në qershor, kisha mbaruar këtë magistraturën në Beograd. Ne, si artista, na kemi quhet rrugë studimi. Po. Nuk kemi doktoratura, që tash po thojnë doktoratura. Doktoraturë ti mundesh me marrë një pjesë histori e artit, me kuptohet, po. Për pikturë, skulpturë, grafik, s'ka doktoraturë. Po, u qunte rrugë studimi. Në atë kohë, Kosova e qonte nga një person. Natyrisht. Në më thonë shteti investonte. Dhe ti pate fatin tjesht? Jo, po në të ditë që mua se nuk më vejnë, ishim në atë papërshtatshëm për atë kohë, në paraforme, edhe nuk mund të jem aty, shkoj të një daj gruas time, dhe e ganit të cilin e kom taku një vjetë për para në Tiranë, kur isha. Edhe, thash, me mendin time, thash, mos po muj disy me hi edhe me kry dhe që 8 muj. 8 muj ka qenë aja rrugë studimi.
Mirë, po ishte pa mundun, po me që ta të jem leti se po është Parisin. Po. Edhe pse doja të ke rritë, më shko atje, më sukses, se ti bëj letët, më të shëmërë dojë kom me mesin tonë, e marim të ke këto. E kështu. Interesante, histori interesante. Shumë. Tutje, fotografia tjetër? Kjo është në Cannes, Festivali Cannes, kur ishim na si përfaqësues të Ministrisë Kulturës në atë kohë, në 2017. Besoj eksperiencë e mirë pjesëmarrja. Shumë, se ne kemi marrë pjesë atje si qendër e filmit. Po. Edhe aty bashkëpunojshim, domethënë kur u takoshin regjisorët në mes vetë, u lidhshin marrëdhëniet për me u bë filma të ri, bashkëpunime, bashkëfinancime, se këtu zhvillohen ato. Gjithsesi. Nuk zhvillon të unet me një vend. E kështu që pata fatin ishte, kam qenë ja 2 herë, po kjo ishte një moment kur se nuk mund shëti me i pa filmat nëse nuk e kishin një bilet ishin të rezervuar ato pjesëmarrje. Edhe kjo ishte duke pritur në rendin isha për me hynë me pa në atë shpallin e fituesve. Interesante. Nga ekrani kur e shohim edhe sa të entuziazmon festivali. Shumë. Domethënë, s'ka ka më fol për festivalin e Cannes e njeh krejt bota. Po, pikërisht këtë edhe po thoja. Aty derdhën para të mëdha, po ishte kënaqësi e madhe, provoj shumë e mirë. Po. Këtu është viti diku në 2015, 16, nuk e di, mos të harroj. Kjo është Universiteti AAB, aty jepsha edhe mësim. Krahas punës të ministrisë kom punu dhe në arsim tonë kohën. Këtu është shoqëria Imani afër meje, profesori Indjeri. Aty është Esad Valla, edhe ky Adem, jo Adem. Muduksi. Profa, aktori deq vjetë që vdeq. Po dhe, a është aktori, kështu edhe unë jam ka du me... Adin kur të... Më humbi, të humbi. edhe mua për një moment. Petrovci. Enver Petrovci. Profesor Enver Petrovci. Të gjithë, i kom, sidomos Enverin të ndjerë, e kom pas shumë mik kemi ndajt nga një gotë. Edhe profesori Shuqri ka ndruar jetë, apo? Po, edhe profesori Shuqri ka ndruar jetë. Profesori Shuqri ka qenë një gjenerat ma vjetës, unë kemi ndajt, jemi respektu, po s'kom pa. A me Esatin, kam shoqni, me Esatin e kemi kry bashkë edhe me këtë magistraturën, dhe këta kanë me Masar Cakën edhe Ibrahim Punëshesit, të dy të ndjerë, njëtën kohë kemi diplomu në Beograd. Në magistraturë. Tutje fotografia tjetër? Kjo është data 3 mars 2017, kur e kemi themeluar Asociacionin e Artistëve Vizual të Kosovës, tani që jam kryetari i saj. Këtu jemi para galerisë kombëtare tash që quhet e Kosovës. Këtu jemi domethënë takimi i parë që është marrë që kemi marrë vendim për me themelu. Si asociacion, po. Kemi pas edhe takime tjera, domethënë nismetare kështu, me proces verbale me gjitha, edhe prej këtu mandej kemi aktiv ju, krejt kohën aktiv. Kështu që këta janë kolegët. A janë aktiv në asociacion edhe sot këta njerëz? Po, na kemi kryesin. Që kanë qenë nismëtarët në një farforme të ati asociacioni? Duhet të ceki se asociacioni ka kryesin. Po. Ne kemi sistemin, asociacionin kemi kryu me si është i Kosovës, me përfaqësim të komunave. Kush janë ata? Jo komunarët, po janë kryetarët ose pjesëtarët e shoqatave të artistëve. Po, natyrisht, qartë. Do të thotë, me ata i kemi edhe vendimet që i kanë pranuar që janë anëtarë të asociacionit, më bëu pjesë, edhe secili kryetari tyne është anëtar i kryesisë të asociacionit. Interesant, kalojmë tutje. Edhe Erzen Vala ende është nga Gjakova. Erzeni është atje. Erzeni, po. Këto e kom marrë ndjes pas të Ismet Bukujecin, mik i vjetër, ndoshta 40 e sa vite tani, 50. Ishim në Shkodër në 2017 apo 18. Ishte quhet Sofra Shkodrane. Po. Është një festival flitet për këngën e vjetër. Edhe
shkuam bashkë me Ismetin, edhe kënduam, kishim edhe me këndu, po dhe një ndërtohet është një foto e përbashkët këtu. E bukur. Një kujtim i bukur. Me Ismetin kam aq kujtime sa që ndoshta jo një orë, po. Po, e sa. Se kemi ndajt shumë edhe masa aktiviteteve, evenimenteve dhe kemi shumë gjanat përbashka dhe në momentin e fundit kemi qenë bashkë. Bukur kthehemi te fotografia tjetër sepse na ikë koha. Edhe kjo është e Shkodrës. Po, po. Është që mbasi marrë koncerti i bom po. në sallën e koncertit. Tutje? Certifikata, diplomë. Kjo është diploma atje 9 majt, është diploma e Beogradit, kur kom kryu magistraturën. Nonën e djathtë në Alt, është në Amerikë, kem qenë në vitin 2004, një muj ditë, kur më ka ftu zyre Amerikanët, s'ka qenë ambasad, thot jeni filoni, po thot, keni mundësi marrë, ne kemi një program. Edhe shkova shkurt për i bi, tha kemi një mujorë si menaxhohet kultura në Amerikë. Ishte shumë me interes. Tha po si jo. Tha zgjedhi ti, se i zgjedhëm një 7-8 veta dhe shkum. Nona. Ishte një përvojë shumë e mirë. Që në ngatje kemi shkum 7 shtete, edhe kemi pasë si menaxhohet edhe organizohet kultura në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Që mu sot asaj ditë edhe më pëlqen e pjesë, aty nuk ka Ministritë Kulturës. Aty nuk ka domethënë ndikim politik në kulturë. Aty kultura zhvillohet ata që kanë kualitet. Lirshëm, po. Po lirshëm, po që kanë kualitet. Është një departament kulture, po. Që ata i kanë buxhetin, ato buxhete i shpërndajnë në për organizata jo qeveritare, që janë kulturore, edhe ata mandej japin grantet ato. Kjo tjetra, qendra për... Ka qenë një përvojë shumë e mirë, shumë jashtëzakonshme. Këto janë certifikat, kjo ishte barëm në vitin 2003. Keci, kur unë kam shku, për shembull, unë isha atëherë deri në 2002 isha drejtori i gjimnazit. Para se me shku në Prishtinë, para se të shpërngulemi, ka fillu se ka zgjatë ku 6-7 muaj. Ishte module se si të menaxhohet shkolla, si të mbahet mësimi, jo ex katedra, ishin do gjana, mekanizma shumë të mirë. E diku në ishim të përzgjedhur një 32 drejtorë të shkollave të mesme dhe fillore të Kosovës. Të cilët, po, do të rritëshit profesionalisht. Po, kjo është shumë me interes. Interesante, për kohën kur është zhvillu gjithsesi. Po. Tutje, fotografia tjetër? Këtu është Suzana. Po. Këtu është djali i vogël Shkambi, Ida, edhe Ina. Kjo bukuroshja. Kjo bukuroshja e gjyshit. Shkambi është mjaft i suksesshëm, është me dizajn grafik, e ka agjencionin e vetë Shift, agjencion që bën këto reklamat me mekanizma filmike, me ato shumë serioze. Ida është ekonomiste, punon të një farmaceuti atje, suksesshme. Ina është në vit 3 në shkollë të fillore. Duke u rritur me plot dashuri. Po, për ndryshe janë këta 3 janë artista, këtë të mirë. Faleminderit. Edhe vajza du ta ceki, vajza dhe djali i vogël i Lolës, pastaj e shohim. Po. Këta punojnë, vizatojnë me 2 durtë. Shumë, është për cella e po. Edhe shumë kanë dëshirë. Prap Shkambi me Inën edhe me ishim si vjetë bige në janarë këtu. Nimra me viti 3, në Gjakov. Si rusha. Po, shumë e... Bukër shumë. Edhe qenë ka gazmore kjo vajza vogël. Tutje kalojmë të fotografia tjetër. Kjo është vajza me bashkëshortin, me labinotin, e dhe me labi. Këtu ishim në Durrës, para 2 vite. Edhe është një foto kujtim. Kjo në vajza është biologe, e ka biologjin molekularë të kryme, është doktor shkence, ka kry në Këllën, në fakultetin e Universitetin e Mjekësisë dhe drejtimi matematiko-shkencor.
për biologji, tash një është drejtoreshe në institutit, në laboratorit madh në Universitetin e Këllnit. I ka 2 djemë, Matisin edhe Genti. Matisin e pa aty. Edhe Labi është inspektor në komunën e Bëryllit aty ku jetoj. Mashallah, sa bukur. Tutje? Ky është djali i parashkambit, kjo është Gramozi, ky është ai shkencëtar i thellë, ky është doktor shkence i cili jeton dhe vepron në Universitetin në Vjenë. Është profesor i rregullt, asistent profesor i rregullt i algoritmave. Algoritm. Ky ka kry për shkenca kompjuterike në Prishtinë, në München e ka kry masterin, këtu në Vjenë tani ku punon e ka kry doktoraturën. Dhe aty pastaj ka mbetur edhe. Jo, shkoi edhe një vjet në Toronto e kreu postdokun, edhe në Glasgow punoi një vjet, mëse erdhi këtu si duket ajo profesoresha vetë e prune aty se lëvizi dikun tjetër, e kështu që e di që ka dalë moti edhe ka ngel nuk është kthy mo, po ka kriju një kështu një rrugtim të jashtëzakonshëm shkencor që për ne po që po si familje jemi krenar, po unë mendoj që edhe për vendin tonë, për krejtë shoqërinë është satisfakcion pozitiv. Kush nuk do të adonte një sukses. Kjo është Dafina, bashortja e tij, e cila është kjo me ekonomi diçka ka të kry me masterin në Glasgow, punon në UN atje në Vjenë, e kështu. Shumë bukur. Kalojmë tutje? Pra, ta 2 djemë, Matisi edhe ky? Matisi edhe Genti. Genti pak i ka ga me sy, ka gjyshi, ka të kaltërt, i vetmi kjo i ka. Edhe kjo është shumë i gjallë, shumë... Edhe po të përngjaj ka. Ka personalitet. Po. Ta shohim ku të rritet, po shumë i gjallë edhe ka ato të vetën të të arrim, po nuk i ka të këqia, i ka të mira. Edhe punon me ngjyrose. E këtu është Matisi, ky në altë është djali ish Gramozit. Kjo është Arti. Tani i bën 2 vjet edhe pak. Ina poshtë është pak më re atje, edhe Genti para 1 vjet e 2 që ishim bashkë. Pas ka mbetur vajza vetëm, 3 djemë këtu. Po, ta shohim tash nëse këta lëvizin bojnë diçka tjetër. Kështu janë këta, domethënë janë pasunisë si jonë. Po. Edhe jemi shumë të përmbushur me këta, jemi të, unë se di, se cili nga këta kur takohem se është një ndjesi tjetër, është shumë... Që nuk mund përkthehet në asgjë. Nuk... E vërtet. E vërtet. Tutje? Këtu jemi me Suzanën, një darsim këtu të një djali halës Suzanës. Po. Para 1 vit e gjysë është. Edhe hajtë është... Bukur. Se Suzana ka që vjet ka dalë në pension, edhe e ka mbaru. 2 pensionistë, por aktiv. Po. Unë pak më aktiv. Po. Kjo tutje kemi kjo pas ka qenë fotografia e fundit. Faleminderit shumë. U knaqa edhe shijova këtë diskutim me ty kur e përmende festivalin e Kanës. Më herët më kujtu qysh atëherë ta kom pas bothirjen. Ko pas kohë, kur po vjene. Besaj kom thonë edhe Suzanës vëdhash, pastaj në bienale. I kom gjelen, hatër, pak në obligim. Shumë e mirë që gjete kohë, për atë doja shtoja që... Ishte, beson që isha, edhe tash para 1 javë, kur isha të shku në Tiranë, e mërësha titullin, kështu që... Po. Unë e duhet të thëmë si jem këtu që kretë këtë rrugtim e kam bëha dhe e bëj mas pari për familjen. Fiks. Bëj për shoqërinë edhe për njerëzit, të më thonë të... Gjithë njerëzit janë të mirë, po ata që mendojnë që të shohin pak, të mendojnë që mund të bëhen gjëra të mira. Përndryshe, familjen e kam të mrekullueshme, që unë jam shumë i plotësuar në jetë me fëmijët që kemi, me bashortën po që po se thash edhe në fillim. Dhe çdo gjë që vjen për mua është edhe nuk do ndalen të ardhmen. Faleminderit shumë. Do të krijojmë gjëra sa më të mira.
Faleminderit shumë për kohën fillimisht, se pastaj edhe për besimin që të shpalosni këto fotografi me shikuesit tanë, edhe të ndajmë shumë momentet bukura për gjatë rrugtimit tuaj jetësor. Faleminderit. Faleminderit juve për ftesën edhe ju uroj sukses edhe në emisionet tjera. Faleminderit. Kemi përmbyllur këtu diskutimin, ndërkohë që ju vazhdoni të jeni me ne, të na ndiqni në rrjetet tona sociale dhe të mësoni gjithmonë që përmes këtyre personaliteteve që ne kemi në emisionin Një jetë në një orë, ju do të keni mundësi të kuptoni se sa shumë njerëz kanë kontribuar në fusha të ndryshme në nivel vendi, por edhe jashtë kufive të Kosovës. Na propozoni edhe emra tjerë, sepse bashkëpunimi me ju është gjëja më e mirë e rrugtimit të këtij emisioni. Takohemi të martën e radhës. Mirëmbëjtje.